Armando Broja po kalon një tjetër periudhë të vështirë në karrierën e tij. Pas aktivizimit me kombëtaren dhe golit ndaj Jordanisë, u mendua se ai ishte kthyer plotësisht në formë, por situata nuk po shkon sipas pritshmërive. Në ndeshjen mes Burnleyt dhe Leedsit, sulmuesi shqiptar pritej të ishte titullar, por mbeti në stoll gjatë gjithë takimit. Trajneri Parker nuk e aktivizoi as për disa minuta, duke shtuar pasigurinë mbi rolin e tij në skuadër. Broja vazhdon të kërkojë hapësira për të treguar vlerat në Premier League. Mungesa e vazhdimësisë mund të ndikojë edhe në formën e tij te kombëtarja. Për momentin, ai mbetet në pritje të një mundësie për të rikthyer në formacionin bazë. Sa i përket ndeshjes, Burnley ja doli të rikthehet te suksesi pasi triumfoi 2-0.